Në seancën parlamentare për buxhetin e vitit 2026, deputetja e Lushnjës Kiduina Zaka mbajti një fjalim të rëndësishëm duke vendosur në fokus projektet dhe vizionin për qytetin e saj të lindjes, Lushnjën. Ajo vlerësoi investimet e kryera deri më tani, përtheksoi nevojën për më shumë projekte zhvillimi dhe mbështetje për infrastrukturën, bujqësinë dhe sektoret që prekin jetën e përditshme të qytetarëve. Deputetja Zaka theksoi se Lushnja meriton të jetë pjesë aktive e zhvillimit evropian të Shqipërisë e se zëri i deputetëve të rinj që përfaqësojnë tashmë Lushnjën të dëgjohet qartë në parlament. Sot dua të flas për Lushnjën, për hallet e qytetit tim dhe për njerëzit që me të drejtë presin më shumë prej nesh. Sepse detyra jonë është të mbrojmë dinjitetin e çdo qytetari, e në fakt ato është duke bërë kjo qeveri me këtë projekt buxhet. Flasim për reformën më të madhe të rritjes së pensioneve. Kjo është politika më e drejtë që mund t'i jepet brezit që ndërtoi Shqipërinë që kemi sot. Rritja historike e pagave, duke çuar në 500 euro pagën minimale dhe rritjet konsiderueshme për mësues, mjek, infermier, policinë e shtetit. Në fakt, opozitës nuk i pëlqen ky projekt buxhet dhe sigurisht që nuk e përkras, në një farë mënyrë duhet që të justifikojnë turpërimin që ju ndodhi në 11 maj. Në fakt, sot duhet të turpërojnë 2 fish më shumë, sepse nuk po e përfaqësojnë ndenjësisht asnjë prej atyre pak votave që morën në ato zgjedhje. Ndërkohë unë dhe çdo deputet i kësaj magjorance kemi mbi supe përgjegjësinë e 83 mandateve që qytetarët shqiptar të majt e të djathtë na besuan në 11 maj. Lejoni të ndalem në një plagë që nuk i përket vetëm Lushnjës, por që ndihet fort në Lushnjë e kudo tjetër. Dhuna ndaj grave. Çdo ditë përballemi me histori të dhimbshme, gra, vajza, nëna, bija që kërkojnë mbrojtje dhe ndihmë. Vetëm këtë vit, në Lushnjë, 142 raste kanë përfituar urdhër mbrojtje. Një grua e dhunuar nuk shpëtohet vetëm me një vendim gjykate. Ajo shpëtohet me strehim, me punësim dhe me siguri. Sot në Lushnjë, një grua që ka një urdhër mbrojtje, detyrohet që të jetojë në të njëjtën shtëpi me dhunuesin, sepse aty nuk kemi një qendër për gratë e dhunuara. Megjithatë, ky projekt buxhet paraqet një qasje të re për mbrojtjen sociale, duke bërë të mundur që të mos njelet jashtë vëmendjes së shtetit asnjë prej kategorive që ka nevojë për ndihmë. Më shumë vëmendje për të moshuarit, më shumë vëmendje për ndihmën ekonomike, për pensionistët, për aftësinë e kufizuar e për gratë e dhunuara. Këto ditë jemi në fushatën e 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës ndaj grave, por dhuna nuk ndodh vetëm brenda mureve të shtëpisë. Ajo sot ka marrë një formë tjetër, më të fshet, por fatkeqësisht më të helmuar, dhunën online. Mjafton një foto, një deklarat, një aktivitet normal institucional që brenda pak minutave të kthehesh në material bullizmi, sulmi dhe banaliteti. Mjafton të postosh një aktivitet normal të detyrës për të kthyer në objekt interpretimesh të pavërteta dhe analizash që në fakt brenda tyre nuk kanë as analizë dhe as etik. Dhe po e them hapur, kolegët e mi, kjo nuk është normale. Nuk është normale që gratë, veçanërisht gratë në politikë, të kriminalizohen, të banalizohen dhe të përdosen publikisht për klikime prej portaleve që shpesh nuk kanë as përgjegjësi dhe as minimumin e profesionalizmit. Dhe duke marrë shkas nga kjo, dua të pyes këtu në sallë, a do t'i themi vajzave të reja që duan të angazhohen politik se do të gjykohen për këndin e fotos, po do të fyhen për pamjen që kanë, apo do të përgojohen për punën që bëjnë? Jo. Ne duhet t'i themi se shteti dhe ligji i mbron, dhe se shoqëria jonë duhet të ndryshojë qëndrim përkundrejt këtij fenomeni. Sepse sa herë që një grua shfaqet në publik, ajo nuk përfaqëson vetëm veten, por mirë gra që nuk kanë zë. Dhe ne kemi detyrim moral që ta ndërpresim këtë qasje. Tani dua të kthem në një nga problematikat konkrete të Lushnjës, që janë kanalet kulluese dhe menaxhimi i ujrave, që lidhen drejt për drejt me cilësinë e jetës. Lushnja është zemra bujqësore e Shqipërisë dhe çdo kanal i bllokuar do të thotë hektar të përmbytur, humbje prodhimi dhe dëme të mëdha ekonomike. Por në këtë projekt buxhet, bujqësia si asnjëherë më parë po merr një vëmendje maksimale me 16.3 miliardë. Dhe Lushnja përfiton në mënyrë të drejtë për drejtë nga ky buxhet. Aty ku gratë punojnë tokën, ku familjet mbijetojnë nga prodhimi i përditshëm, ky buxhet sjell mbështetje reale dhe jo premtime. Të nderuar kolegë,
Problemet e lushnjës janë reale dhe kërkojnë zgjidhje reale. Kjo mazhorancë ka treguar se jo vetëm i dëgjon problemet, por edhe ndërhyn aty ku është nevoja. Unë do vazhdoj të jem zëri i qytetit tim në këtë sallë, pa hezitim, por me përgjegjësimë dhe me bindjen se lushnja meriton më shumë për lushnjën europiane për Shqipërinë 2030. Faleminderit.